Shqipi I lidhjes demokratike të Kosovës është vendosur në një provë të vështirë. Një grup antarësh të kuvendit kombëtar kanë zyrtarizuar nismën për mocion ndaj kryetarit të partisë Lumir Abdigjiku. Për më shumë informacione rreth zhvillimeve të LDK-s do të lidhemi drejt për drejt në këto momente me gazetaren ton Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, a është caktuar një datë për mbajtjen e kuvendit dhe cili ishte qëndrimi I shprehur nga Abdigjiku lidhur me këtë nismë? Pas nismës 151 delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sekretariati dhe Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës është duke shqyrtuar kërkesën, ndërsa ende nuk ka vendosur se kur do të ftoj kuvendin e kësaj partie, pasi që delegatët kërkojnë shkarkimin e Abdigjikut pas humbjeve 3 radhazi në zgjedhjet nacionale. Kështu që mbetet të shihet janë 60 ditë afat në bazë të statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës se kur do të mbahet afati. Në anën tjetër, kreu I Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se ka pezulluar negociatat me lëvizjen vetëvendosje për çështjen e krijimit të institucioneve deri në derisa të mbahet kuvendi zgjedhor dhe të dihet fati I tij nëse do të vazhdojë të jetë në krye të LDK-s apo jo. E në anën tjetër janë deri më 7 gusht afati, përfundon afati kushtetues për seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Mbetet të shihet nëse lëvizja vetëvendosje do të pres Lidhjen Demokratike të Kosovës për të vazhduar negociatat, do të pres kuvendin I Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo do të mbajë seancën konstituive edhe pa të, me që I ka numrat sa I përket çështjes seancës konstituive dhe zgjedhjes kryetarit apo kryetares së parlamentit dhe kryetarëve të saj. Mbetet të shihet në anën tjetër ishte parashikuar që gjatë kësaj jave të mbahej edhe një takim Kurti Abdigjiku, por që është anuluar pas pezullimit të negociatave nga ana e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Qartë, Blerta, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt nga Prishtina lidhur me këtë çështje.